Por muslimani është i thirrur si në jetën e tij do thotë përditshme në praktik, po edhe nëpërmjet do thotë rrjeteve sociale çdo herë duhet ta kërkoj ajo çka është e lejuar në aspektin fetar. Do thotë mos shfletoj faqe, mos të hyj nëpër ato gjëra që besimtarit nuk i lejohen. E këtu rinia do të thotë ka sfidë të madhe këtë që jo është lehtësue qasja në përfaqe të ndryshme që janë në dëmin, jo vetëm të rijut musliman, por rinisë në përgjithësi, sepse e ardhmja e një popullate varet nga morali i tyre. Nëse në aspektin moral devijojnë, atëherë shoqëria në tërësi rrezikohet dhe rrezikohet e ardhmja. Për këtë arsye, ne apelojmë në mënyrë të vazhdueshme që të jemi të kujdesshëm, të mundohemi mos të jemi në përgjithësi të humvarur, pra sikur që e tham, të shfrytëzojmë anë pozitive të përfitojmë, e jo ta humbim kohën tonë në gjëra të kota, në gjëra që për to kena me dhënë llogari para madhnisë Allahu Gjellëshenu. E normal tash, ka qarqe të ndryshme që nuk na e dojnë të mirën edhe mundohen me e shkatrua do të thotë rinien tonë duke prek në moral. Edhe po e vërejmë që rinia për fat të keq do të thotë nga mos kujdesi, nga mos informimi, ndoherë po teprohet me përdorimin e këtyre do të thotë rrjeteve sociale, internetit, saqë po kalot edhe në atë fazën e varfshmërisë. Do thotë nuk është vetëm droga që na bën të mvarur, apo alkoholi që na bën të varur neve, apo nikotina edhe këto gjëra tjera, edhe prej këtyre po bëhemi të mvarur saqë ndoshta koha më e madhe e ditës, por rinia ndoshta edhe kohën më të madhe të natës për e kalojnë nëpër rrjete sociale, nëpër internet, duke shikuar gjëra që i kem të ndaluar.